goxha momente ikonike në karrierën. Dhe prandaj ndoshta kanë dashur të bëjnë bërla, se dini çfarë stari po lidhet. Dhe ne kemi nxjerr disa nga momentet më ikonike gjatë gjithë karrierës sënde dhe do i diskutojmë tani së bashku, okay? Pritej kam këtu. Ta-da-da-da, Meri Misim. Ne kemi nxjerr momentet më ikonike sipas nesh, ato më eksplicitet, okay? In pop culture. Je gati? Jam gati. Foto e parë je ti e lagur me qumësh në klipin në Radha. Lu çfarë do lloj qumshti, ishte qumësht Enza. Dhe industria e qumshtit, Nga të vindi kjo ide dhe çfarë mund ta tregosh në backstage nga ky klip? Ky klip ka qenë shumë fani, të them të drejtën, edhe gallat për të xhiruar, kemi xhiruar brenda ditës si rall herë. E gjithë koncepti i klipit ka qenë të gjithë produktet që ishin nëpër klip, që ishin kështu Enza Milk. Gjithmonë më kanë pëlqyer gjërat customized. Edhe është kështu si beauty routine të lashme milk. E pastos rutinën pastaj apo? Me qumësh të gjithmonë. Normalisht. Ato kontaktuan nga këto kompanitë e qumshtit pastaj për reklam. Do që ata ndjen konkurrencën dhe Ja. Enca, një moment tjetër shumë ikonik dhe i komentuar ishte puthja jote me kolegen Era i Strefit. Si ndodhi, çfarë nuk kishim parë puthje mes dy kolegeve deri në këtë moment. Që bëri kaq shumë bujë, se ka bërë goxha. Era nuk e hëngrëm atë trileçen. Okej. Kjo është një Si është fsehtë historia e trileçes? Jem akoma uritur tani që e mendoj. Kush është i tretë ose e treta? Nedri, sepse Era ka qenë në një intervistë, ku është pyetur Enca apo Letri dhe ka thënë pse bre, e hamni trileçe. Super, tani. Shumë njerëz e kanë kushtuar këngën asaj tjetrës. Por në këtë rast, ti ishe ajo tjetra. Dua, zemër ti se di se sa dua. Je komentuar shumë në atë klip. Për mua është një nga këngët edhe projektet e preferuara Dua, të them të drejtën, shumë beri. Shumë e bukur si këngë. Kur nxora klipin Dua ka pas pafundësisht komentet në YouTube ose social media. Edhe sidomos ditën e parë, unë zakonisht monitoroj të gjitha, kam qejf të shoh çfarë po thonë njerëzit. Edhe kishte komente për shkakun që thoshin, po mirë Mojenca, ti e dije që ai është i martuar. Kush ti e ke fajin vet. Dhe fillova të mendojmë fajin. Po duhet të lë një koment, ky është aktrim, ky është një music video, nuk është e vërtetë. Turp të kesh, të viz dorë si e bëre ato gjë. Po më ndona mostën, vazhdon ti jesh më shoqë pas i klipit. Je komentuar shumë në klip edhe për puthjet pasionante me atë modele. Se në klipe vajzat tona nuk është se eksperimentojnë deri në atë pikë që të shkojnë edhe të aktrojnë, të futen vërtet në rol. Ti e vendose direkt që do e bëje kështu apo the duhet hyj fiks në moodin? Unë modelet e klipeve i kam pasur gjithmonë pikë të dobët, që do të thonë gjithmonë i kam gjetur online, të huaj, jo për faktin që s'më pëlqejnë shumë atë shqiptar, po përgjithsisht ata që janë model shqiptar, çuna shumë simpatik, janë shfrytzuar në Janë shumë të përdorur. Po, janë të përdorur. Nuk dua të rimar të përdorur. Si shmërdjem shqiptar duan vajzë me 0 kilometra dhe unë dhe një djalë me 0 kilometra për klip. Absolutisht! Kjo është Enca. Edhe forta është që ky djalë ishte një super djalë, by the way, edhe super aktor. Ishte nga Spanja, edhe na qelloi që skena e parë që do xhironim ishte pikërisht ajo, skena hot, edhe ne as nuk njiheshim mirë. Edhe unë mendova se do kishin mundësi të paktën të xhironim në një skenë tjetër, edhe okay, filloi ishte skena e parë, domethënë, dhe ndërkohë kur kemi xhiruar skenë ka pas 30 njerëz në dhomë. Sa herë keni provuar kat edhe një herë? Ja 1 orë gjysmë. Pas ka zjarr mirë. Ai ka qenë ndra çdo mashkull shqiptar, nuk e di ai mori vesh më mbrapa. Super djalë. Enca, një tjetër moment ikonik që un kam ngel kështu me gojë hapur kur e kam parë është kjo veshja te klipi origjinal. Nuk e di ku ka qenë kjo ideja, po kjo është shumë ikonik. Jam inspiruar nga këngëtarja Doçi, që ka një veshje të ngjashme pak a shumë në një nga daljet e saj, edhe thash, okay, this is it for the original. Se gjithmonë idet kur mendoj për një këngë, unë mendoj paralelisht për klipin, për veshjen, më vjen ide të gjitha njëkohësisht, sepse unë e mendoj gjithmonë si një tër, nuk e mendoj okay, vetëm kënga, vetëm klipi. Kujdesesh vet pra edhe për detajet dhe në këtë rast je kujdesur vet. Për fundin. Si drejtë oresh, më drejtë oresh. Thash do bëhem serioze dhe kjo ishte piku i seriozitetit. Si shkoj unë në punë çdo ditë. Enca, një moment tjetër shumë kulminant në karrierën tënde ka qenë pikërisht kënga Bow Down. Yes.
Si ndihesh sot pas kaq vitesh që ajo vazhdon ende dëgjohet, në YouTube ka shumë klikime, nuk e di dhe në Spotify po ashtu. Kur doli kënga Bow Down atëherë, se gjithmonë mendoj që me 5 vjeçar të ndryshëm ka qenë një matës i ndryshëm i suksesit. Okej, views-at deri diku janë akoma edhe sot, megjithëse nuk është si atëherë, po atëherë kishte një matës për këtë këngën, I swear to God, 1 në 2 ose në 3 makina që kalonin kishte këtë këngë. Ishte bllokoj drejtim. Është e vërtetë. Dhe jam shumë happy që edhe mbas kaq shumë vitesh kënga vazhdon ecë shumë mirë, gjeneron më shumë klikim se sa këngë që dalin tani që janë hitet fundit. Jam shumë happy edhe mirënjohëse për këtë bashkëpunim edhe këngë. Enca, do të pyesja për diçka se kemi shumë raste ku bashkojnë dy artistë dhe bën një këngë shumë të suksesshme. Dhe bashkojnë sërish për ta rikrijuar dhe ndoshta gëstojnë, investon te këto bashkimet, domethënë për të rikrijuar të njëjtin sukses. Mendoj që janë ide e mirë, por jo domosdoshmërisht ta garanton atë suksesin e bashkëpunimit të parë, sepse unë gjithmonë kam këtë ide, domethënë nga eksperjenca ime kam kuptuar që çfarë bën një projekt super të suksesshëm është dhe kimia e momentit. E vërtet. Kimia që kanë artistët me njëri tjetrin, me producentin. Që ndoshta mas disa vitesh nuk është. Që ndoshta mund të mos jetë ose edhe nëse është edhe në çift të fundit sot. S'ke qenë 2006. Në 2026, 10 vite pas. Kënga e fundit nga të preferuarat e mia Dresh. Sa bet gal ke dal këtu. Enca mi dem. Po ç'të ta mendja në këto momente? Edhe Demi ishte ide ime dhe kemi hequr pafundësisht shumë që ta ndërtojmë se ky Demi është ndërtuar specifikisht për këtë klip, domethënë. Duaj një dem që na suporton. Dem. Po që isonike. Në klipit Dresh. Këna Dresh ishte me Demin. Ishte shumë dhe gjë bukur. Dhe për plot, mos gaboj 10 vjet nga atëhera. Atë malli, domethënë, ose më saktë, për të punuar kaq fort, domethënë, që të jesh aq shumë, ti jesh all in. Tani s'do më marrim më malli se kam vendosur që do jem all in, nuk shkëputem. Vërtet, nuk shkëputem. Na premton? Ja ku po premtoj edhe në kamerë. Okej. Nuk shkëputem më për një ca vjet të mirë. Në vit. Nuk marr më pauza, veshët tuaj do vjen në lumturi. Do bekohemi, Enza, me që jemi te bashkëpunimet, na ka rënë shumë në sy në tregun tonë që nuk para ka shumë bashkëpunime me vajzave. Dhe ti me Sadiu nuk ke një bashkëpunim me një vajzë. Ti një nga emrat më të konsoliduar të industrisë muzikës. Pse kjo mungesë me një bashkëpunim me vajza? Janë vajza xheloze me njëra tjetrën? Asi. Kur vjen puna te xhelozia sot më duket se janë bërë më shumë meshkujt për vajzat, dhe ndoshta është brakon më vështirë bashkëpunimet me meshkuj, po edhe me firma është vërtet që nuk ka shumë bashkëpunime dhe s'ka pasur ndonjëherë 10-15 vitet e fundit, ka qenë shumë të rrallë. Megjithatë mua të pëlqente ideja dhe pse jo. Me kë është shihje veten në ndonjë bashkëpunim? Me kë do doje ti të bashkëpunoje? Unë kam disa emra në mendje, po do doja t'ju pyesja ju për shembull, me kë do ju? Pyete Kostianin. Pyete Kostianin. Unë do doja e para një me Era i Strefi. Po. Ajo puthje duhet vërë. Ajo puthje Vetë vita në laja. Okej, super, më pëlqejnë idetë tua. Do i mbaj dhe më marri në klip. For sure. Absolutisht. Do kesh një rol shumë spicy, Bogati. Do të qenin tënë nga va. Se disa të bërë rolin e qenit, ti, po? Te klipi e së Seriozisht ta bëje, se unë kam një klip për xhirua pas sa muajsh, mendoj e mirë. Call me baby. Flasim. Po për artistët e rinj, për shembull, së fundmi është bërë shumë viral raperi Klevjo. Si ke parë? Si të duket? Klevjo Po, Klevjo është gango, e përshëndesim. E like-im. Mua më bëhet qifi për këdo që bëhet shumë viral ose merr atë suksesin që meriton. Për shembull, Klevjo është një nga ato rastet. Unë mendoj që kur të pëlqejnë shumë njerëz njëkohësisht, diçka ka aty. E vërtet është. Unë jam happy që secili artist ta përjetoj atë fazën e big hype, viraliteti, edhe realisht më bëhet qefi për të gjithë që e përjetojnë. Do bashkëpunoje me Klevjon? Do doje ta kishit një bashkëpunim, duke qenë se ai është në kulmin e suksesit të vet aktualisht? Kemi disa biseda. Disa. Enca si shkrujta. Ajo më përgjigj. Si do ishte një këngë me Klevjon për shembull?
24. Që do ishte bet gal, po. Do ishte 24 influenca. I like it. Let's call Taylor up. What would happen if you just told Taylor up? I love you. Tani ju të dy do ta mbyllni gojën. Enca zëre se jemi vetëm unë dhe ti tani. Zëre se këta nuk janë. Ju jeni transparent. Gati, zemra transformohen. Okej. Enchantix. Enca. Kemi ardhur pikërisht në atë pjesë ku do flasim çik për çunat. Muhabete, gocat i bëjnë çik këto muhabete, se vdesi të dy. Preferuar. Ashtu se kush është e para? Money. Absolutisht, e vërtet. E vërtet. Enca, si imagjinon ti djalin ideal, mashkullin ideal në jetën tënde? Tani nuk e dia, duhet të them 100 cilësi që ta manifestoj me kujdes, apo do them thjesht gjë kryesore, që gjë kryesore për mua është do doja dikë që ka zemrën shumë të bukur dhe reflektohet edhe jashtë. Pra, duhet të jeti mirë brenda. Po, duhet jetë shumë i mirë brenda. Unë vdes për njerëzit e mirë, dhe doja shumë që partneri im të jetë shumë kind, shumë i dashur, shumë sjellshëm. Po, në qoftë se do ishte shumë i bukur nga pamja, po brenda personaliteti. Do e merja në klip. E ka përgjigjen në majtë të gjullës. Këtë e gjemë vendin të gjithëve. Ka vend për të tërë. Ka vend për të tëra. Nëse jo diku tjetër do ja gjetë. Enca, po ti si je në një lidhje? A je xheloze? A je romantike? A je nevrike? Unë mendoj që kur jam në një lidhje përfshihem shumë, edhe në të që jam shumë sweet, mund të jem edhe në qik xheloze, se po mos isha Qa ka qenë gjëja më xheloze që ke bërë? më xheloze që kam bërë. Në skenë. Stena e Së vej se i ke djegë shpinë në aty të borit po një klip. Ajo ishte për klip, klipeve duam ne. Jashtë klipeve, ka qenë sken nga nervat më shumë. Po në nerva bëjnë gjitha ato skenat më Besoj të që rënda. kanë bërë të tjerë, nuk ishte aq kreative. A e thuaj që ta themi e... Mora furçën e dhëmbëve dhe ke parasysh I scrub the toilet. Po pastaj u vajtuan dhe doli që unë kisha gabim dhe thjesht e hodha furçën, nuk e thash nuk e përdori. A e përdori apo? I didn't want him to know I'm crazy, nuk e përdori dhe unë si tash asgjë, mora furçën e hodha. Okej, mirë. Sigur s'do Toj biri botës. Enca, po ti për çfarë do ndahesh nga dikush? Pse do ta lije një mashkull ose pse nuk do ja falje kurrë një gabim që ai mund të Si dhe një red bënte? flag një jo e madhe. Një red flag. Nice, përderisa jemi dikë, do më thënë që ato red flagjet e mëdhaja I ke mbyllur i një ke çik mbyllur. syt, po. Do them ato që e thonë të gjithë. Tradhtia, mendoj që është një arsye S'do e falje mjaftueshme e madhe për të ndarë. Po të ka vetë mendoj që ndodhur? ke në një red flag, për shumë një lidhje. Jam shqiptare. Kam një flamur shumë të madhe. Enca, të ka ndodhur që të kanë trastuar dhe nuk ja ke falur? Një nuk më ka ndodhur, të thënë të drejtën. Okej, Por nuk do e falje. Por nuk do e falje nëse do të ndodhë. Nuk do ta falja. Por mendon për to që mendon që duhet falur në varësi të rastit. Shiko, mendoj që varet rasti. Po, e vërtet. Ka tradhti të mëdha, ka tradhti të vogla, ka tradhti të tmerrshme. Mos e fal, mos e fal. Për shembull, nëse ai do kishte një lidhje paralele apo ku diu ka lidhje paralele, po të pras vetën. Në lidhje paralele, unë po them, a pe një foto të një gose duke për scroll. Një lidhje paralele, kjo ishte. Se doje red flag-un Enca. Enca, ti e komentuar shumë për jetën tënde personale, sidomos për lidhjen tënde të fundit publike që ke patur. Sot, pas ndarjes dhe pas I ka kaluar pak kohë, a ke një kundërpërgjigje për t'i thënë gjithë atyre njerëzve me gojën e ligë që çfarë nuk thanë? Vallai çot kanë thënë, nuk e di çfarë, më thënë, nuk e di çfarë kam thënë. Kam lexuar komente, po nuk është se më kanë ndikuar fare. Kam pasur një lidhje shumë të bukur, një experience për cilën unë vërtet jam shumë grateful, dhe nuk kam asgjë të keqe për të thënë, vetëm gjëra të mira, si për ish partnerin, si për lidhjen, kështu që nuk është se më kanë ndikuar fare çfarë do lloj nëse është bërë ndonjë koment. Thjesht unë do doja të thoya njerëzve që nëse e gjeni dashurinë, asgjë tjetër nuk është e rëndësishme, sidomos fjalët e njerëzve janë minimumi. Ju ndat në terma të mirë, Enca? Po, në terma shumë të mira. Pra nuk ndodhi asgjë e madhe të themi për të mos folur më me njëri Unë jam edhe tjetrin. njeri që if I really loved you, e kam pak të vështirë mos të flas më kurrë. Kështu që ne jemi actually very good friends, kështu që Sa mirë. Super. Enca, unë të pyeta që në fillim, cili është mashkulli ideal? Tani do bëjmë një lojë të shkurtër për të kuptuar realisht, fizikisht si e do ti mashkullin tënd. Brun apo bjond? brun, Të gjatë apo të shkurtër? të gjatë.
Sy blu apo sy kaf? Sy kaf. I palestruar apo me bark? Përsa ka kujdeset për veten është mirë. Me bark, tha. Ta me bark. Çfarë dëgjon Luciano? Ta e thash kështu që dhe ata me bark dhe ata pa Të bark. futen në kategori, po. VIP apo njeri i thjesht? Jo i famshëm, nuk u ta preferoj atë famshëm. Shqiptar apo i huaj? Sido që tjetë, nuk ka rëndësi për mua kjo pjesë. I qet apo nevrik? Mendoj që do ishte më healthy të jetë i qetë. Jemi aftuar shumë nevrike ty. Nuk është se jam shumë nevrike, po doja të qetë, të jetë pacient tjetër, s'ka mësim. Dhe fundit, romantik apo pragmatik? Mendoj romantik. Do më pëlqente dikush romantik një dhe time. Se dhe unë jam libra, jam shumë romantike dhe mendoj që jetën e bën gjithçka perceptimi ose si e sheti. Nëse ti e romanticizon jetën tënde, qoftë gjërat më të vogla, është më e bukur. Kështu që pse mos kesh një partner romantik. Edhe çdo ditë kam qenë duke menduar për një propozim, se vetë nuk jam në ato ujëra, po kam një kesha që janë në ato ujëra dhe unë do doja një super propozim. Pra ti je ato të vjen aty mes Parisit. Jo, më jam Si imagjinon propozimin ideal, që ti direkt dhe thoje po... Të marri shënime kushdo që... E rëndësishme mendoj që do ishte nëse ai më dëgjon mua gjërat që un kam qef, për shembull, like I love sunsets, I love the beach. Nuk ka nevojë të jetë diçka ekstrem grandioze. Maldive, zemra. Thjesht për shembull, okay, këto Maldive, helikoptera këto po. Gjërat e vogla. Gjërat e vogla. Do të ishte nevojshme vërtet të jetë diçka grandioze, po nëse partneri që gjen një formë që duke marrë parasysh ato gjërat që mua më pëlqejnë, do ishte super. Me çfarë të pëlqen të surprizoj më shumë partneri? Lule, çokolata, bijou, jewelry. Çokolata, lutem shumë, surprizojmë vetë. Vemi marketi vjen vetë. Po ka gocë që Po ja edhe çokolata. Unë kam qef nga pak të gjitha. Po kush ka qenë një dhuratë që ty të ka ngel në mendje, që të ka bërë njëri nga partnerët, që të ka ngel, ua, i surprizuar. E di që më vjen në mendje, se nuk e di, nuk më vjen në mendje, nuk më vjen në mendje aksesor, bizhuterit të shtrenjta, ose kështu. Po, për shembull, my ex më solli 2 stiça gjigant. Jo. Edhe unë atëherë kam qenë shumë e fiksuar. Më mendoj edhe ke posuar me stiç. Po, edhe stiç secili më i madh se unë. Edhe I don't know, that was very cute for me. So it was like, I love cutesy love. Po ka pasur një dhuratë shumë të shtrenjtë që dikush të ka bërë ty, që ti thua asaj që ka shpenzuar. I shkret. Dhe pastaj e mori thjesht në klip. Ka pasur do shtofshin. Ama mi shiqyr, ma shiqyr. Na shtofshin me gjithave ne.